Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën në lindjen e mesme, çfarë po ndodh andej. Deri tani kemi qenë të fokusuar më shumë këto 2 muaj tek protesta në Tiranë, por megjithatë në momentin që erdhi edhe rritja e çmimeve të naftës në Shqipëri, jemi rikthyer për të folur sërish çfarë po ndodh atje mes ultimatumeve të Donald Trumpit, mes problemeve të rëkëndshit të cilësuar si të djallit për ekonominë globale nga Hormuzi deti Kuq, deti Zi. Gjithashtu pa harruar edhe përshkallëzimin Yemen, situatën e ndërlikuar pranë në gjirin persikët. Gjitha këto do t'i diskutoj me historianin Olsi Yazexhi. Olsi, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Olsi, çfarë po ndodh tani aty me vijat e kuqe, sulmet nga të dyja palët, 100 ushtarë amerikan të plagosur ditët e fundit sipas raporteve të mediave amerikane. Situata është drejt një konflikt, një përshkallëzimi të ri aty me ndoshta Izraelin që mund të përgatisë diçka tjetër përpara zgjedhjeve që janë në mos gaboj në nëntor, por edhe atyre amerikane. U duhet të dyja palëve një fitore për këto zgjedhje. Tani ne që prej 10 ditësh po përjetojmë fillimin e luftës së tretë izraelito-amerikano-iraniane, pasi 2 luftrat e mëparshme, si lufta e qershorit në vitin 2025, si lufta 40 ditore e Ramazanit 2026 apo e Mars shkurtit, provoi jo decisive për amerikanët dhe më saktë provoi humbje për amerikanët. Si lufta 40 ditore ku Benjamin Netanyahu shpresonte se duke vrarë Hoxh Ali Khamenein izraelitët do shpërbonin Iranin, provoi e kundërta, Irani u mor nën kontroll nga ushtria iraniane, garda revolucionare. Kemi djalin e Imam Liut, Moshtaba Khamenein që ka marrë pushtetin, dhe që nga lufta 40 ditore deri tani, Irani nga një fuqi e izoluar që ishte më herët, tani më kontrollon ngushticën e Hormuzit. Nëse kthehemi mbrapa në histori, çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që jemi kthyer 112 vite më herët, në kohën kur gjyshrit tanë, shqiptaro-osman, kontrollonin vilajetin e Basrës, dhe që nga viti 1903, Sultan Abdulhamiti me Gjermanin ishin ndërtuar linjën hekurudhore Bagdad-Berlin, ku nafta e islamit posedohej nga turqit dhe i shitej Gjermanisë, e cila ishte fuqia kryesore industriale e Evropës. Por nga viti 1914 në 16-ën, kur britanikët bën aleancë me familjen e Sabahut në Kuvajt dhe morën dhe pushtuan vilajetin e Basrës, nafta e islamit në këto 112 vite me radhë ka qenë nën kontrollin e perandorisë zioniste-britanike. Çfarë bëri Irani në luftën 40 ditore? E mbylli kanalin e Hormuzit.